Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë disa mesazhe të oraklit të dashurisë. Ç'na thot orakli i dashurisë për ditën e sotme? Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Ç'na thot orakuli për ditën e sotme? Disa mesazhe të orakulit. Jeni një person shumë i fuqishëm në univers. Keni diturinë, zgjuarsinë, keni energjinë pozitive dhe mbrojeni nga energjitë negative me të mburojnë në formë zemre. Shumë shpejt do të jeni në një lidhje. Lidhje do të jetë e mrekullueshme. Kjo lidhje do të jetë plot energji dhe pasion nga të dy anët. Sepse ju jeni një njerëz që gjërat tuaja doni t'i vini në rregull. Deri tani kanë qenë pak të përhapura, jo të rregullta. Por ju, në rrezet e këtij dielli, doni që gjithçka të vihet në rregullin e duhur. Jeni një person që përcjellni energji pozitive dhe konfliktet doni t'i zgjidhni me paqe, gjithmonë në mënyrë faqësore. Kjo liri emocionale do gjithmonë të mbizotrojë në jetën tuaj. Ju me këto krah të angjëllitëve në këtë kalë të paqes, bardh, doni të fluturoni në univers, të jeni të lirë, doni liri, doni paqe, doni mirësi, dashuri. Ta hiqni këtë frikë që keni gjithmonë dhe të fluturoni me emocione të lira në jetën tuaj. Maturoheni. Keni këtë pjesën e maturisë. Ju shkruani në ditarin tuaj dëshirat për t'i bërë realitet. Sepse ju jeni si kjo pemë e jetës. Keni ndriçimin e hënës dhe diturinë në jetën tuaj. Këto ishin disa mesazhe të orakullit të dashurisë për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi.